Kush do ta mendonte që do t'ishim këtu sot, duke çelur të gjithë grup kapitujt vetëm pak kohë më parë. Ishte diçka që dukej e pamundur dhe ishim në pikën ku pëmsoheshim me sprapsjet e me ato grushtat në stomak, por unë besoj se i gjitha i rrugtim në bëri më të fortë, në bëri më të vetëdijshëm për të gjithë atë natyrë të jashtëzakonshme të gjithë këtij procesi dhe na bëri më të pjekur. Ja ku jemi sot këtu. Me atë që ishte vetëm ëndër, pak më tepër se një vit më parë, është transformuar tashmë në një plan pune, një realitet për të cilin e me të cilin duhet punojmë në jetën tonë të përditshme. Pa fjalë formale apo protokoll, dua të falenderoj me gjithë zemër dy persona të jashtëzakonshëm në të majtën time, Mari dhe Marta. Marin për transformimin e fjalëve të presidencës daneze në vepra kur vjen fjala për zgjerimin, duke mbështetur e duke inkurajuar për të ecur përpara edhe Marta që është kampione e procesit të antarësimit të Shqipërisë e po kështu të gjithë Ballkanit Perëndimor. Me zjarë me një vullnet të fortë që na bëm të gjithëve të ndihemi për plot energji dhe në borxh në qoftë se nuk realizojmë në kohën e duhur. Nga ana tjetër, jam absolutisht i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo procesi i ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka kemi në dorë për të ecur përpara me të njëjtin intensitet, me të njëjtën disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar që ky proces i përbashkët që po e ndërtojmë gur pas guri së bashku me partnerët tanë këtu në Bruksel dhe me partnerët tanë në shtetet anëtare të mos ndalet. Ç'të thuash më shumë? Sot Shqipëria del me krenari nga kjo fazë e parë, e madje me një ndjenjë edhe më të madhe përgjegjësie. Ashtu